Ndër pyetjet e shpeshta që marrën në veçfaqe nuk e vet janë ato që kanë të bëjnë me depresionin. Depresioni referohet gjendjes emocionale e cila shfaqet si një ndjenje trishtuar dhe pa disponim të mirë për disa javë apo muaj, pra nuk është një gjendje e cila kalon lehtë dhe shpejt. Kjo ndjenjë shpesh shfaqet me mungesë të shpresës, të tilla si kjo gjendje nuk do të kaloj kurrë ose të përmirësohet, me mungesë të energjisë, ndjehemi disa të rënduar dhe me përjetim të pak ose as pak kënaqësisë në gjërat e cilat më parë në të kaluarën na kanë sjellë kënaqësi. Shpesh në gjendje të tilla kemi ndjenjën që nuk mund të lëvizim përpara. Ndjehemi tërësisht të pamotivuar për të bërë qoftë edhe gjën më të vogël, asgjë më nuk ka kuptim. Edhe gjërat më të thjeshta, të tilla si me u vesh, mëngjes dhe me ushqy, fillojnë dhe na bëjnë pengesë në përditshmërinë tonë. Nganjëherë e tëra çfarë dua të bëjmë është thjesht të qëndrojmë të mbuluar dhe të fshirë në mbulesë e të mos flasim e të takohemi me askë. Ndjehemi të lodhur gjatë gjithë kohës, madje edhe gjatë natës nuk flam mirë. E gjithë kjo pastaj ndikon edhe në oreksin tonë. Fillojmë të humbim peshë sepse nuk na hahet më, ose dhe kundërta, të shtojmë shumë peshë. Nganjëherë, në gjendje të tilla mund të mbyllemi në vete dhe gjendja jonë emocionale sa vjen dhe rëndohet, e cila pastaj ndikon edhe në mënyrën se si e shohim veten, të tjerët dhe të armën tonë. Shpesh, në gjendje të tilla si kjo, njerëzit kanë tendencën për të parë veten e tyre, rrethin e tyre dhe të armën e tyre në një dritë shumë negative dhe pesimiste. Si rezultati të vështruarit të gjërave në këtë mënyrë negative, ne pastaj edhe i keq interpretojmë faktet dhe i shohim situatat si shumë më të rënda se sa që janë ato në të vërtetë. Në gjendje të tilla na mbizotrojnë mendime si kjo gjë kur nuk do të marr fund, jeta ime është shkatruar, askush nuk më do, unë nuk mund t'ia dal dhe gjëra të tilla. Prandaj është shumë e rëndësishme t'i monitorojmë këto mendime dhe të gjejmë burimin e tyre, sepse mënyra se si mendojmë, se çfarë mendime bluajmë në kokën tonë, si i shohim situatat, domosdoshmërisht ndikon edhe në mënyrën se si i shohim ne situatat përkatëse dhe si i interpretojmë. Prandaj edhe në shumë raste situatat na duken më të rënda se sa që janë në të vërtetë. Prandaj nëse arrijmë të bëjmë lidhjen mes këtyre tre aspekteve, mendimeve, sjelljeve dhe mënyrën se si reagojmë, ne mund ta testojmë edhe vlefshmërinë pastaj të këtyre mendimeve, të shohim nëse kemi fakte për të mbështetur ato mendime. Nëse e gjejmë që ato mendime nuk kemi fakte të mbështetim, atëherë mund të punojmë me veten tonë dhe të shndrojmë ato në pikpamje më adaptive. Po ashtu, është e rëndësishme që në momentet që gjejmë veten që po thellohemi në mendime negative, të provojmë dhe t'i paksojmë ato. Mund ta bëni këtë duke filluar të merreni me një aktivitet në ato momente që nuk ju lejon të thelloheni aq shumë në mendime negative. Kjo për fillim mund të jetë e vështirë, por nëse vazhdimisht punoni me veten dhe jeni kamkurs në këtë drejtim, do të vërejeni me kohën që jeni duke krijuar një shtëpi shumë të dobishme për veten që do t'ja ndryshojë jetën për të mirë. Po ashtu provoni të mendoni jashtë vetes. Pyesni veten se ju nëse do t'i thoni se çfarë do t'i thoni dikujt tjetër për atë se çfarë jeni duke menduar dhe se si e shihni veten. A do t'i thoni të njëjtën për situatën e njëjtë? Nëse jo, atëherë leni veten të qetë, mos jeni as të ashpër. Provoni të mendoni mendime që janë më pak të ashpra dhe që ofrojnë përshkrime më realiste për situatat përkatëse. Mund t'ju ndihmojë po ashtu nëse mbani një fletore për këto mendime negative. Thjesht në momente kur keni një mendim negativ, shkruajani atë në fletore dhe situatën që e shkaktoi atë. Pastaj gjatë ditës kur ndjeheni më mirë, merreni atë fletore dhe rilexojeni mendimet. Provoni të gjeni një shpjegim tjetër për situatën përkatëse. Për shembull, le të themi që gjatë ditës keni pasur një konflikt me të dashurin dhe ju automatikisht keni supozuar që marrëdhënia juaj është në rrezik dhe se ai nuk e do. Tani që ndjeheni më mirë dhe mund të ta shihni nga një perspektivë tjetër, a mund të jetë shpjegimi që thjesht tjetri nuk ka pas një ditë të mirë dhe kjo gjë nuk ka pas të bëjë me ju? E përmendëm që në gjendje të tilla njerëzit shpesh nuk kënaqen me asgjë. Megjithëse ju nuk mund ta detyroni veten të argëtoni dhe të përjetoni kënaqësi, ju prap mund të zgjedhni të bëni gjërat që më parë ju kanë pëlqyer. Pra filloni të merrni me ndonjë hobi ose sport që ju ka pëlqyer më parë. Filloni të merrni me gjëra kreative të tilla si art, muzikë ose edhe me shkrim. Dilni me shok ose shoqe për kafe. Shkoni në teatr apo në kinema. Udhtoni ose çka do tjetër që ka potencial t'ju bëjë të ndjeheni më mirë. Shtyheni veten për të bërë gjëra edhe atëherë kur ju nuk ndjeheni për të bërë ato. Ju mund të habitni se sa mund të ketë ndikim kjo në gjendjen tuaj emocionale, sa po filloni dhe të dilni. Edhe nëse depresioni nuk kalon me njëherë, do ta vreni se gradualisht do të ndjeheni më optimist dhe më energjik sa po filloni dhe merrni me aktivitetin. Po ashtu, është shumë e rëndësishme të provoni të bisedoni me dikë që ju e ndjeni të afërt, të ndjeni rahat për të ndarë këtë që po ju mundon.
Shpesh, kur ne ndajmë gjëra që na mundojnë me dikë tjetër, arrim të reflektojmë më shumë dhe të gjejmë zgjedhje alternative. Pra, përfundimisht është shumë e rëndësishme të kujdeseni për veten, të fleni mirë, të ushqeheni mirë dhe të merrni me aktivitete tjera, sepse lumturia mund të gjetet edhe në kohra të errta. E rëndësishme është të kujtoni që nuk jeni vetë.